Horoskopi ditor e premte, 30 janar 2026. Dashi. Universi rreshtohet për t'ju sjellë mundësi të papritura sot. Kanalizoni shpirtin tuaj pionier dhe përqafoni sfidat e reja kur ato trokasin. Hëna toksore në Bricjap jep energjinë e saj pragmatike, duke ju inkurajuar të përqendroheni në qëllimet afatgjata, veçanërisht në sferën tuaj profesionale. Marrëdhëniet mund të kërkojnë një trajtim delikat, prandaj sigurohuni që të jeni të vëmendshëm dhe komunikues. Mund të lindin keqkuptime, por ato gjithashtu paraqesin mundësi për të thelluar lidhjet tuaja. Dëgjoni në mënyrë aktive dhe përgjigjuni me sinqeritet. Ndërsa afrohet mbrëmja, kënaquni me pak relaks për të rimbushur energjitë tuaja. Aktivitetet fizike mund të jenë veçanërisht të dobishme, duke ofruar përfitime shëndetësore dhe qartësi mendore. Mos harroni, hapat e vegjël të sotëm janë kërcimet e nesërme. Financiarisht shmangni vendimet impulsive dhe merrni në konsiderat konsultimin me një ekspert nëse është e nevojshme. Energjia juaj e gjallë tërheq vëmendjen, shfrytëzojeni sa më shumë, por qëndroni të përulur. Dashi, qëndroni të vendosur dhe dita do të zhvillohet në favorin tuaj, të udhëhequr nga rrymat qiellore. Demi. Yjet inkurajojnë një fokus në tokëzim dhe stabilitet sot. Hëna në Bricjap harmonizohet me natyrën tuaj toksore, duke ju ofruar qartësi dhe vendosmëri në ndjekjet tuaja. Në punë, përparimi qëndrueshëm është i favorizuar, prandaj ndërmerrni hapa metodik drejt objektivave tuaja. Mos u ndikoni nga shpërqendrimet ose zgjidhjet e shpejta. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të rishikuar projektet e vjetra, pasi do t'i shihni ato me sy të freskët. Në marrëdhënie, natyra juaj e ngrohtë ju bën shkëmbim mbi të cilin mbështeten të tjerët. Sigurohuni që të balanconi mbështetjen tuaj me kujdesin për veten, pasi ky shtrirje është e favorshme për vendosjen e kufive të shëndetshëm. Këtë mbrëmje, dhurojini vetes diçka të këndshme për të ushqyer shpirtin tuaj. Financiarisht, buxhetimi i mençur tani do të çojë në siguri në të ardhmen. Merrni në konsiderat rishikimin e planeve tuaja financiare ose fillimin e strategjive të kursimit. Kokëfortësia juaj mund të shpërthejë, por kanalizojeni atë në qëndrueshmëri dhe jo në rezistencë. Demi, mbani rrugën tuaj të qëndrueshme dhe suksesi do të vijë natyrshëm, indikuar nga përkushtimi dhe përpjekja juaj e vazhdueshme. Binjakët. Vallëzimi qiellor ju sjell një ditë vetanalize dhe zbulimesh të mundshme. Ndikimi i hënës në Bricjap ju shtyn drejt çështjeve praktike, duke ju nxitur të përcaktoni përparësitë e përgjegjësive dhe strukturës. Do të gjeni zgjidhje krijuese për çështjet e vjetra, por keni kujdes të mos angazhoheni shumë. Ekuilibri është qelësi, veçanërisht në angazhimet tuaja shoqërore ku shkëlqen përshtatshmëria juaj natyrore. Komunikimi është pika juaj e fortë, prandaj përdoreni atë me mençuri për të nxitur bashkëpunimin dhe për të kapërcyer çdo boshllëk me të tjerët. Emocionalisht ekziston nevoja për të ndalur dhe për të reflektuar. Merrni në konsiderat mbajtjen e një ditari ose praktikat medituese për të analizuar mendimet tuaja. Në çështjet e zemrës, dialogu i vërtet mund të largojë çdo dyshim. Financiarisht, mbani një sy të ngushtë mbi shpenzimet. Kjo nuk është koha për sipërmarrje të rrezikshme. Mbrëmja ofron një shans për disa kohë pushimi shumë të nevojshme. Qoftë duke lexuar një libër të mirë apo duke u angazhuar në një hobi të ri, lejojini vetes lirinë për të eksploruar. Binjakët, përqafoni udhëzimin introspektiv të sotëm, duke lehtësuar harmoninë e brendshme. Gaforria. Energjitë kozmike sot përqendrohen në kultivimin e marrëdhënieve dhe rritjen personale. Me ndikimin e fortë të hënës në Bricjap, mund ta gjeni veten duke rivlerësuar angazhimet tuaja, si personale ashtu edhe profesionale. Ky është një moment i përshtatshëm për të forcuar planet dhe për të ndërtuar partneritete që përputhen me vizionin tuaj afatgjat. Përqafoni bashkëpunimet në punë dhe kërkoni reagime për të përmirësuar projektet. Ndjeshmëria emocionale është rritur, gjë që mund të nxjerrë në pa çështjet e pazgjidhura. Qasuni atyre me empati dhe mirëkuptim. Gjatë ditës, merrni pak kohë për të kujdesur për hapësirën tuaj personale. Pastrimi i gjërave në fakt mund të çojë në qartësi mendore të rifreskuar. Financiarisht, këshillohet kujdes. Konsideroni konsultimin me këshilltar të besuar para se të merrni ndonjë vendim të madh. Qëndroni te ajo që dini dhe shmangni lëvizje spekulative. Lidhjet familjare thellohen përmes përvojave të përbashkëta. Planifikoni një takim komod në shtëpi për të forcuar lidhjet. Gafore, qëndroni të sinkronizuar me nevojat e atyre përreth jush ndërsa ushqeni tuajat, duke gjetur ekuilibër me sfidave të sotme.
Luani. Yjet e sotëm rreshtohen për të hedhur dritë mbi përpjekjet tuaja krijuese dhe arritjet personale. Hëna e disiplinuar në britsjap ju shtyn të kanalizoni energjinë tuaj në detyra produktive. Përdorni karizmën tuaj të lindur për të frymëzuar ata përreth jush dhe për të marrë drejtimin në projektet e ekipit. Në punë aftësitë tuaja udhëheqëse janë të kërkuara. Kapeni këtë moment për të kontribuar me ide inovative. Ndërsa besimi juaj natyror tërheq të tjerët, sigurohuni që të dëgjoni dhe të përfshini pikpamje të ndryshme. Në frontin personal, rilidhja me miqt ose mentorët e vjetër mund të ofrojnë njohuri të vlefshme dhe entuziazëm të ri për të rirë. Jini të kujdesshëm në marrëdhëniet financiare. Planifikimi i kujdesshëm do t'ju mbrojë nga rreziqet e panevojshme. Perspektivat romantike duken premtuese, veçanërisht nëse hapeni për aspiratat dhe ëndrat tuaja. Mbrëmjet janë perfekte për të çlodhur me hobi krijuese ose për të ndjekur projekte pasioni. Luani, përqafoni mundësitë e ditës për të demonstruar si aftësitë tuaja mbreslënëse, ashtu edhe sinqeritetin tuaj të sinqert, duke siguruar që vizioni juaj të bëhet një realitet i prekshëm. Virgjëresha. Yjet e sotëm ju nxisin t'i kushtoni vëmendje detajeve, duke ofruar mundësinë për të shkëlqyer përmes precizitetit dhe strategjive metodike. Me hënën në britsjap që ofron një sfond të fortë, jeni të ftuar të riorganizoni dhe përmirësoni detyrat tuaja. Në punë, pretësia juaj analitike është në qendër të vëmendjes. Përdoreni këtë kohë për të trajtuar probleme komplekse ose për të optimizuar proceset. Mbani komunikim të qartë për të shmangur keqkuptimet dhe për të lehtësuar punën e qetë në grup. Në marrëdhëniet personale, një vesh i dhëmshur mund të thellojë lidhjet, pasi të dashurit mund të kërkojnë udhëzimin tuaj sot. Përqendrohuni në qëndrimin e hapur dhe mos harroni të shprehni edhe nevojat tuaja. Financiarisht është një ditë për planifikim strategjik dhe investime të kujdesshme. Lëvizjet e vogla dhe të llogaritura tani mund të çojnë në shpërblime të konsiderueshme në të ardhmen. Merrni pjesë në çdo detyrë të mbetur në shtëpi për të sjellë një ndjenjë rregulli. Virgjëresha, kanalizoni energjitë tuaja me mençuri dhe lejoni që natyra juaj praktike dhe empatia të udhëheqin veprimet e sotme, duke hapur rrugën për produktivitet dhe harmoni personale. Peshorja. Shtrirja qiellore e sotme ofron një mundësi për të harmonizuar ambicjet personale me marrëdhënie. Hëna në britsjap ju inkurajon të përqendroheni në vendosjen e ekuilibrit në angazhimet tuaja. Është një kohë e favorshme për të marrë në konsiderat qëllimet afatgjata dhe për të vlerësuar nëse rruga juaj aktuale përputhet me dëshirat tuaja të vërteta. Në punë, bashkëpunimi është thelbësor. Synoni të ndërtoni ura dhe të nxisni punën në grup, duke çuar në sukses kolektiv. Gjeni kohë për të rilidhur me të dashurit dhe për të ushqyer lidhjet personale. Sharmi juaj natyror dhe diplomacia mund të zbusin çdo tension që lind. Financiarisht, miratoni një qasje praktike. Rishikimi dhe potencialisht forcimi i buxhetit tuaj mund t'ju kursej stres më vonë. Arte dhe estetika tërheqin interesin tuaj sot. Prandaj kënaquni me kreativitetin për relaksim dhe frymëzim. Mbledhjet e mbrëmjes me miqt ose familjen mund të sjellin ngrohtësi dhe mirëkuptim të përbashkët. Peshorja, qëndroni fleksibël dhe të kujdesshëm, duke lejuar që perspektiva juaj e ekuilibruar të udhëheqë vendimet kryesore, duke siguruar si harmonia ashtu edhe përparim në të gjitha aspektet e jetës. Akrepi. Ka të ngjarë të përjetoni një rritje të vendosmërisë sot, e plotësuar nga ndikimi i qëndrueshëm i hënës në britsjap. Kjo energji qiellore ju ndihmon të ecni përpara me planifikimin strategjik dhe projektet afatgjata. Ju inkurajoheni të udhëheqni me besim dhe bindje, veçanërisht në mjediset profesionale ku njohuritë tuaja do të vlerësohen. Zhytuni në kërkime ose detyra komplekse me intensitetin tuaj të zakonshëm. Zgjidhjet do të paraqiten me qartësi. Emocionalisht, praktikoni durimin dhe vetanalizën. Thellësia e të kuptuarit është forca juaj. Lidhjet personale mund të kërkojnë lundrim të butë. Prandaj mbajeni komunikimin të hapur dhe të ndershëm. Financiarisht, është thelbësore të rishikoni me kujdes shpenzimet, shmangni veprime drastike dhe zgjidhni vendime metodike. Ndërsa dita kalon në mbrëmje, gjeni kohë për kujdesin ndaj vetes. Aktiviteti fizik ose meditimi mund të rifreskojnë shpirtin tuaj. Akrep, besoni në aftësinë tuaj për të kapërcyer sfidat sot duke shfrytëzuar si vendosmërinë ashtu edhe empatinë, duke siguruar një rrugë që përputhet me qëllimet tuaja më të thella. Shigjetari. Sot yjet ju ftojnë të eksploroni perspektiva të reja dhe të zgjeroni horizontet tuaja. Hëna e qëndrueshme në britsjap mbështet shpirtin tuaj aventuresk, duke nxitur një qasje të menduar mirë ndaj vendimarrjes.
Kjo është një kohë ideale për planifikimin dhe vendosjen e qëllimeve praktike. Përqendrohuni në strategjitë e karrierës që përputhen me aspiratat tuaja afatgjata. Në punë, entuziazmi dhe vizioni juaj frymëzojnë të tjerët, por sigurohuni që të dëgjoni dhe të integroni reagimet për rezultate optimale. Rritja personale ka të ngjarë të jetë përmes të mësuarit. Merrni në konsiderat angazhimin në një kurs ose përvetësimin e aftësive të reja. Në aspektin shoqëror, kërkoni lidhje kuptimplote që stimulojnë intelektin tuaj dhe nxisin diskutime më të thella. Financiarisht, tregoni kujdes dhe shmangni blerjet impulsive që nuk kontribuojnë në qëllimet tuaja më të gjera. Ndërsa dita mbaron, jepini vetes leje të relaksoheni. Angazhimi në aktivitete në natyrë ose ndjekjet filozofike mund të ofrojnë ekuilibër dhe gëzim. Shigjetar, përqafoni mundësitë e sotme për të harmonizuar mendimin tuaj inovativ me veprim praktik, duke krijuar një rrugë drejt rritjes së qëndrueshme. Britsjapi. Me hënën që zbukuron shenjën tuaj, sot ofron një ndjenjë të shtuar fokusi dhe vendosmërie. Ky është momenti juaj për të ripërcaktuar qëllimet dhe për të shfrytëzuar energjinë qiellore për të ecur përpara me projektet personale dhe profesionale. Partneritetet janë veçanërisht të theksuara. Bashkëpunimi mund të japë rezultate të rëndësishme, prandaj kërkoni aleanca sinergjike. Në punë, qasja juaj e disiplinuar vlerësohet. Mos hezitoni të merrni role udhëheqëse që shfaqin aftësitë tuaja. Marrëdhëniet mund të kërkojnë një ekuilibër delikat midis ofrimit dhe marrjes së mbështetjes. Dialogu i hapur mund të forcojë lidhjet dhe të zgjidhë konfliktet. Financiarisht, instinkti dhe maturia juaj udhëzojnë investime të mençura ose vendime buxhetore, duke ju pozicionuar mirë për stabilitet në të ardhmen. Reflektimi emocional favorizohet, duke e bërë atë një kohë ideale për vetanalizë dhe praktika të vetëdijes. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, rilidhuni me atë që ju mbështet, qoftë përmes natyrës apo shprehjes krijuese. Britsjapi, shfrytëzoni shtrirjen kozmike të sotme për të përforcuar plane dhe objektiva tuaja, duke arritur hapa të jashtëzakonshëm përmes veprimeve të qëndrueshme dhe të menduara mirë. Ujori. Meqense hëna në Britsjap ndikon në rrugën tuaj sot, prisni një përzierje inovacioni dhe praktike për të udhëhequr veprimet tuaja. Kjo është një ditë për të përzierë idetë tuaja vizionare me strategji të bazuara, duke përmirësuar si sferat personale ashtu edhe ato profesionale. Njohuritë tuaja krijuese mund të shkaktojnë ndryshime, prandaj ndani ato me besim, por qëndroni të hapur për kontribute bashkëpunuese. Krijimi i rrjeteve dhe lidhja me figura me ndikim mund të jetë e dobishme, duke çuar përpara aspiratat tuaja. Marrëdhëniet mund të kërkojnë vëmendje. Tregoni përshtatshmërinë dhe gatishmërinë tuaj për kompromis për të nxitur mirëkuptimin. Financiarisht, rishikoni shpenzimet tuaja dhe merrni në konsiderat se kundërshtatjet mund të rrisin sigurinë. Mbrëmja është perfekte për të përqafuar anën tuaj artistike ose për të angazhuar në iniciativa komunitare. Të dyja mund të sjellin frymëzim të papritur. Ujorët lulëzojnë në ndjekjet e të menduarit përpara. Prandaj lejoni që energjitë e sotme të rifreskojnë perspektivën tuaj, duke e përshtatur atë me hapat praktik të nevojshëm për të arritur ëndrat tuaja. Jepini përparësi ekuilibrit dhe lejoni që lidhjet ndërpersonale të ndikojnë pozitivisht në rrugën tuaj përpara, duke krijuar harmoni dhe përparim. Peshqit. Energjitë qiellore të sotme ftojnë introspeksionin dhe kreativitetin. Ndikimi i hënës në Britsjap ju inkurajon të përqendroheni në çështje praktike, duke i sjellë strukturë natyrës suaj imagjinative. Në punë, qartësia dhe planifikimi i detajuar bëhen aleatët tuaj. Trajtoni projektet në pritje dhe komunikoni idetë tuaja qartë. Intuita juaj është rritur, duke udhëhequr vendimet në mënyrë efektive. Në çështjet personale, shkëmbimet emocionale mund të lulëzojnë nga bisedat e sinqerta. Vlerësoni lidhjet që sjellin rehati dhe mirëkuptim. Financiarisht, qëndroni vigjilent dhe shmangni taktikat e shpërndara. Përqendrohuni në forcimin e kursimeve tuaja ose planifikimin për investime të ardhshme. Ndjekjet artistike ofrojnë ngushëllim, duke siguruar një mundësi për vetëshprehje. Ndërsa dita përfundon, merruni me aktivitete që rivendosin paqen e brendshme, të tilla si meditimi ose ushtrimet e buta. Kjo është një kohë e mbar për eksplorim shpirtëror, duke kërkuar udhëzime përmes praktikave introspektive. Peshqit, përshtatni depërtimin tuaj eterik me veprime të prekshme sot. Përzierja harmonike do të mbështesë udhëtimin tuaj, duke krijuar një tapet kreativiteti dhe praktikaliteti, të favorshme për përmbushje afatgjat. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.
Për ju një laik nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.